disrupt the session. Lawmakers were demanding to see the formal allegations submitted against Deputy Prime Minister Belinda Baluku, who is Albanian Prime Minister Edi Rama's closest cabinet ally. Baluku is alleged to have participated in corrupt practices intended to favor companies responsible for major infrastructure projects, including a tunnel and the ring road in the capital, Tirana. Baluku said last month the accusations are, quote, mudslinging insinuations, half-truths, and lies, and that she'd fully cooperate with the judiciary. The Special Prosecution Office, tasked with fighting corruption and organized crime, has asked Parliament to allow Baluku's arrest. The legislature, where Rama's ruling party has a majority, is expected to vote on the request. Kryetari i grupit parlamentar demokrat ka qenë vazhdimisht në krye të denoncimeve antiqeveritare, pavarësisht nëse korrupsioni ishte i Belindës, i Ramës apo i vëllait të tij Olcit. Ftojmë në podium kryetarin e grupit parlamentar demokrat, zotin Gazmend Bardhi. Të dashur qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, motra dhe vëllezër, demokratë dhe qytetarë të lirë të Shqipërisë. Dua t'ju falenderoj nga zemra që qëndroni këtu të pathyeshëm. Ju falenderoj që edhe kur zhgënjimi ka qenë i madh, nuk e keni humbur dinjitetin. Ju falenderoj sepse forca juaj është kthyer gjithmonë në shpresën tonë të përbashkët, në shpresën e Shqipërisë. Mbi gjitha ju falenderoj për besimin që i jepni Partisë Demokratike dhe opozitës shqiptare në një kohë të vështirë, në kohën e sundimit të kolerës, korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Prania juaj sonte në këtë shesh mallështor, proteste do të thotë vetëm një gjë. Kjo shoqëri, shoqëria shqiptare ka ende një zemër, ka ende guxim e do ndryshimin. Këto ditë kam takuar shumë prej jush, kam dëgjuar shqetësimet tuaja, lodhjen, dilemat tuaja, revoltën tuaj për gjërat që po shkojnë keq. Dhe po, në çdo takim që kam patur me ju të dashur demokratë dhe qytetarë të lirë të këtij vendi, të stërmunduar, kam marrë prej jush vetëm një mesazh. Ju nuk dorëzoheni, të gjithë bashkë ne nuk dorëzohemi. Nga ju në këtë shesh dhe në çdo takim ka mësuar leksionin më të madh të jetës time politike, se sakrifica dhe besimi janë dy vlerat më të mëdha që na kanë mbajtur gjithmonë në këmbë. Se sakrifica dhe besimi do të na çojnë përpara për të përballur me pengesën dhe problematikën më të madhe të shqiptarëve, largimin e Edi Ramës, kryeministrit më të korruptuar dhe më të inkriminuar në Europë dhe në botë. Sot jam këtu përpara jush për këtë arsye, sepse kjo protestë nuk është vetëm kundër një qeverie të korruptuar, por është për dinjitetin ton të përbashkët, për besimin ton dhe për të ardhmen që nuk ja falim Edi Ramës. Ne nuk jemi këtu sepse nuk rrim do të ngrohtë në shtëpitë tona. Ne nuk jemi këtu sepse na pëlqen të kalojmë kohën në protesta, por ne jemi këtu sepse korrupsioni po na merr frymën. Korrupsioni po i merr frymën Shqipërisë, sepse kartelet e drogës bashkë me qeverinë e tyre po na vjellin të ardhmen, po vjellin të ardhmen e fëmijëve të qytetarëve shqiptar. Edi Rama, Belinda Baluku, banda kriminale dhe kartelet e drogës që qëndrojnë pas tyre, duan që ne të kemi frikë, duan që ne të heshtim. Edi Rama don që ne të ulim kokën, duan që të mendojmë se jemi të pashpresë. Bashkë me çetën e tyre të mega hajdutëve, ai do që ne të besojmë se në këtë vend të gjithë janë njësoj, se asgjë nuk ndryshon. Por ne jemi këtu për t'u treguar se ata e kanë gabim dhe se e keqja nuk do të triumfojë. Ne jemi këtu për t'u thënë hajdutëve dhe kriminalëve të qeverisë se koha e tyre ka mbaruar. Tani është koha e qytetarëve ndershëm të Shqipërisë. Sepse kur pushteti vjell, nuk vjell vetëm ca para,
vjell jetën tuaj, vjell mundësin tuaj, vjell të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot kam një mesazh edhe për ata që janë të shumët, që do donin tishin me zemër këtu, por që na shohin nga shtëpia me dyshim, me lodhje, ndoshta edhe me frikë. Kjo nuk është protesta e një partie, kjo është protesta e njerëzve që nuk duan më të nëpërkëmben. Jam këtu për t'ju thënë se ju nuk jeni vetëm, ne nuk kemi frikë sepse ju nuk keni frikë. Këtij pushteti i janë tundur themelet dhe Edi Rama është sot njeriu më i frikësuar në Shqipëri. Ai ka frikë sepse e vërteta ka dalë, ka frikë sepse e di që rrethi po i ngushtohet, ka frikë sepse e di që ky popull kur zgjohet nuk ndalet më. Të dashur vëllezër dhe motra, sot është koha që ne të guxojmë, guximi për të mos heshtur, guximi për të mos u larguar, guximi për të mos u dorëzuar, sepse historia nuk ndryshohet nga ata që presin. Historia ndryshohet nga ata si ju që qëndrojnë dhe historia na ka mësuar një gjë. Asnjë pushtet nuk bien me lutje, asnjë pushtet nuk bien me heshtje, por asnjë pushtet nuk i reziston dot një populli që nuk don të dorëzohet. Ne nuk kemi luksin e dëshpërimit, ne kemi detyrimin e qëndresës, ne nuk mund të presim që dikush tjetër ta bëjë këtë betejë për ne. Ne nuk mund të presim që padrejtësia të zhduket vetë, që korrupsioni të ngopet, që kartelet e drogës të tërhiqen. Ne sot jemi në këtë shesh për të thënë me zë të lartë, na dëgjoj Shqipëria dhe gjithë bota, nuk do të heshtim, nuk do të trembemi, nuk do të tërhiqemi. Ne do të qëndrojmë në sheshe, do të qëndrojmë të fortë, do të qëndrojmë me sakrificë, do të qëndrojmë me besim tek njëri tjetri. Nga sot Edi Rama duhet ta ketë të qartë. Qytetarët do t'i ketë përballë deri në largimin e tij. Jo sepse këtë e themi ne, por sepse frika ka ndryshuar krah. Sepse për herë të parë pushteti po reagon, pushteti po justifikohet, pushteti po nervozohet, sepse për herë të parë pushteti është trembur nga krimet e veta. Prandaj sot është koha për qëndres, të dashur vëllezër dhe motra. Sot nuk ju kërkohet të besoni tek një individ, as tek një parti, as tek një slogan. Sot ju kërkohet të besoni tek vetja juaj, sepse asnjë regjim nuk ka rënë nga fjalimet. Ka rënë vetëm kur njerëzit nuk kanë pranuar më poshtërimin si normalitet, sepse kur një popull ngrihet për dinjitetin e tij, asnjë pushtet nuk e ndal dot. Prandaj dhe qëndroni, rezistoni, mos u përkulni, qëndres sot, rezistencë nesër dhe fitore së shpejti për Shqipërinë. Faleminderit. Ai ishte i pari që përdori termin narkoshtet për qeverinë e Edi Ramës, që në vitin 2017. Shumë vetë rrudhën buzët, atëherë dhe më vonë, për koha i dha të drejtë Sali Berishës. Termi narkoshtet prej 2 vitesh ka bërë vend në titujt e mediave kryesore të botës. Si opozitar, a i luftoj krah për krah me banorët e Astirit dhe i ishte një ndër kryesorët në protestën e bashkisë. Sot si deputet,
ai e vijon betejën në parlament pa kompromis. Ftojmë në podium deputetin e Partisë Demokratike, zotin Clevis Balliu. Përshëndetje qendrështar, herojtë Shqipërisë, misionarët luftës kundër narkoshtetit. Të nderuar miq, sot më shumë se kur, bandat në pushtet fshihen si struci. Sot më shumë se kur, janë në garë, kush t'ia fus njëri tjetrit, jo për frikën e një